Njeriu të ndërum xhamat jeton në këtë dunja me njerëz. Dhe njeriu ballavaçohet me të drejtat e veta dhe të drejtat e tjerëve. I ka hakat e veta edhe hakat e njerëzve. I ka detyrat e veta dhe detyrat e njerëzve. Ku të bëhen këto shumë, apo njeri për shembull jeton me një shtëpi. I ka drejtat e veta dhe i ka drejtat e babës, i ka drejtat e nanës, e drejtat e grujës, ka drejtat e fëmijët, e kështu me radhë. Dhe pastaj janë obligimet. Obligimet e veta, obligimet e babës, obligimet e nanës, obligimet e grujës, obligimet e fëmijëve. Kur të mbledhen sa më shumë të drejta dhe sa më shumë obligime, dhe njëri për shembull i lip këtë drejtat e veta. I lip këtë të drejtat e veta. Mirë, po nga ana tjetër nuk i kryen obligimet e veta. Dhe çfarë ndodh? Të ndodh përplasja. E kur ndodh përplasja, bëhet zullumi. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka lejuar që në skaj të fundit njeriu të bën dua kundër atij i cili ka bërë zullum. Sepse njeriu është i obliguar me i kry punët e veta dhe me i marrë të drejtat e veta. Dhe njashtu është i obliguar me i mundsu të tjetrit ta merr të drejtën e vet. Hak e ka. Andaj ka thënë alaihi salatu wasallam hadith, fa a'ti kulli dhi haqqin haqqa. Si cili çka ka hak në diçka jepja. So haki i tij është e vetja, është e tina. E kështu me radhë. E kur ndodh zullumi? Kur të përplasën të drejtat. Kur të përplasën të drejtat. Kur dikush merr më tepër se i takon. Gjithmonë ai i cili merr më tepër se i takon e ka lënë dikant të mangët. E ka lënë dikant zullum. A zullumi çka është? Marrja e një diçka që s'takon, çka zullum. Andaj edhe shirku, Allahu xha e ka thujt në Kur'an, inne shirke la dhulmun adhim. Shirku është zullum i madh. Pse? Se ti e ke marrë një të drejtë që nuk takon dhe ja ke dhënë dikujt që nuk i takon. Me adhurimin ndaj Zotit, shirku ndaj Zotit çfarë është? Adhurimi pa të drejtë ndaj dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Edhe kështu me radhë prej zullumeve të ndryshme që bëhen në jetën e njerëzve. Zullumi është i urryer nga natyra. Njerëzit nuk e dojnë zullumin. Njerëzit e dojnë drejtësie. Andaj edhe flasin edhe zullumqar për drejtësi. Andaj ti gjen edhe vrasësit e njerëzve, edhe vrasësit e fëmijëve, edhe zullumqar që bëjnë luftra vazhdimisht. Çfarë dalin kur dalin me deklaru? Thonë na kena për drejtësi këto. Na kena për me pru paq, për me pru të drejtën vend. E kështu më dha, pra, të folurit për drejtësinë është zakoni i njerëzve. Ama të qenurit i drejtë dhe dhënja e sicelit njeri hakin e vet, është punë e rëndë, është punë e pejgamberëve, e pastaj edhe njerëzit të cilët i shkojnë pas gjurmëve të pejgamberëve. E para të ndërum xhamat, njeriu duhet të shmangët sa më shumë që ka mundësi duas kundër dikujt. Por sa më shumë duhet me shkue me fal. Allahu xhelalu thot, "Faman afa wa aslah." Ai i cili fal dhe përmirëson. Allahu xhelalu thot, "Fa'fu anhum." Faljau atyre. Fasfah. Bëu tolerant. Tolero. Ka përceje. Te kaloje. E kështu me radhë. Andaj e nemja, mallkimi, lutja kundër është opcioni, është zgjedhja, është alternativa e fundit ku njeriu nuk i ka mbetë më kurrë. As mënyrë për marrjen e hakit, as rrugë për nxjerrjen e hakit, dhe i ka mbetë vetëm duaja. Kjo është e fundit. Mirë, po në përgjithësi njeriu duhet ta toleron hakin e vet, ta kalon hakin e vet në mënyrë që të mirët Zoti madh te bareke ve teala me atë çështje me ilmin e vet dhe jo ti me insistue me lutjet e tua. Mirë, po, a ka të drejtë? Po ka të drejtë. Nëse këta e ka leju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do ta shohim se një varg lutjesh që i ka bërë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, në ta ka çfarë? Ka dua kundër zullumçarëve. Dhe në Kur'an e lexojmë, "Ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin." Mallkimi i Allahut qoftë mbi zullumçarët. Mallkimi i Allahut qoftë mbi zullumçarët. Dhe shpesh Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, "La'anahumullah." Allahu i ka mallkuar ata, apo i mallkoft ata, e kështu me radhë. Mirë, po ne si njerëz, si besimtar, që besojmë se Zoti krejtve ja jep atë çka e meritojnë, nuk duhet të ngutemi në dua kundër dikujt. Dhe do shohim fund të duave se pejgamberi alayhis salam na ka mësuar se
duaja duhet mu bë me shumë me kujdes kundër zullumçarëve. Sepse sikur që ka përmendur Abu Hamid al-Ghazali rahimahullahu taala, ka thonë njeriu i lexon ajetet kundër zullumçarëve. Disa dietarë çfarë kanë thënë? Njeriu i lexon ajetet kundër zullumçarëve dhe i mallkon zullumçar. Allah i thotë ja u the qafën zullumçarëve, Allah i shkatroft kriminalët, por haron diçka. Se në këtë dua ka mundësi me përfshi vetën. Se ti ka mundësi vetë je zullumçar. A di që shok jo? Ti për shembull nuk e di se ti i kije tazojna i je i gjatë 1.75, edhe i kije 85 kg, apo edhe bandua. Ti për shembull të ka bo zullum dikush i ka 1.75 m i gjatë, edhe 85 kg, edhe bandua. O Allah, thu, ketat është ka i kanë 85 kg, edhe janë të gjatë 1.75 m, krejt theja u qafën. Edhe dikush ka nga se ti së di se i ki qato, dikush të nalus edhe ti i ki qatë, edhe ti i ki 85 kg, edhe 1.75 m, po të zene edhe ti e. A e kuptove? Tani, kur ti ban dua kundër zullumçarëve, edhe ti ban zullum, me trokë edhe ti e ti thave, o Allah, ki që ka janë zullumçarë shkatroj, ama ti të Allah i e zullumçarë dhe ti, atar përfshish edhe ti. Atë duhet me konë shumë i kujdesshëm në lutjet kundër zullumçarëve. Sepse Allahu Gjelle Gjelaluhu, kur ti e përgjithson duajen, ka mundësi për të përfshirë ti e. Për këtë arsye ka ardhur nga Mujahidi Ibn Jabr rahimahullahu ta'ala, se në fjalën Allahu Gjelle në Kur'an, wal kafiruna humul zalimun, ka thënë elhamdulillah. Elhamdulillah që Zotin ka thënë në Kur'an, wal kafiruna humul zalimun. Qafirat janë zullumçarë të vërtet. I kanë thonë nxënësat e vetë, pse po thu elhamdulillah? Ka thonë hajtë lexon ajetin nga ana tjetër. Me pas thënë Allahu në Kur'an, wadh-dhalimuna humul kafirun. Dhe zullumçarët janë qafira. Dhe zullumçarët janë qafira. Ka thonë çka të dallon e hoç? Ka thonë me pas thënë zullumçarët janë qafira, ishmi kanë këtë qafira. Të këtë zullumçarë janë, këtë bëjnë padrejtësi, këtë shkelmi të drejtat e dikujna, edhe pa dijen tonë. Mirë po ka thonë elhamdulillah, Zotin në Kur'an nuk ka thonë zullumçarët janë qafira, po ka thonë wal kafirune humul zalimun. Qafirat ata janë zullumçarë, ka thonë elhamdulillah, Zotin i ka përjashtu mëkatarët edhe zullumçarët prej muslimanëve nga qafirllëki. Për këtë arsye të bëmë dua kundër dikujna, do të më qenë zgjidhja e fundit, edhe ti je i sigurt që ti sjepi tyne. Ja ti je i sigurt që ti sjepi tyne. Për shembull, a i shekon ti sigurt me ba dua, me thonë kështu, o Allah, si cili qka e përgojon një njeri, qapja gojen, prishja gojen. A i sigurt të prishit e ti goja, se ti ban përgojim, e ti ban gibet. Apo, andaj, për këta syje, letjet zgjidhja ku ti mo që i themi neve më pështetësh për muri, edhe thu, atër o Zot, miru ti me këtë zullumçar. Për ndryshe, dua të besimtarë duhet me qenë dua udhëzimi, dua përmirësimi, dua të i kalimi. Pra o Zot udhëzoje, o Zot përmirësoje, o Zot rregulloje, o Zot fale, sikur që bënte dua pejgamberi alayhis salam. E ndonjëherë kur dikush e tepron dhe e kalon limitin e të drejtave, atëherë lejohet që ne të bëjmë dua kundër tyre. Tjetra, duaja duhet të bëhet në maksimumin e vet pa emna. Pa emna, Allahu Gjellera ka po pa emna. Mallkimi Allahu që mbi zullumçarët. Pse pa emna? Se është më e përshtatshme, edhe më pa e prekshme. A mushe para mendu për shembull, ne kur bëjmë dua dhe themi o Zot shkatroj zullumçarët ndërmes veti, dhe ti thu amin. Amin. Me ditë ti se në qatë dua jetë ti, a ban amin? Jo. Andaj sa më e përgjithshme, ma let njerëzit e pranojnë. Kur konkretizohet, ranohet. Kur konkretizohet, ranohet. Kur themi ne për shembull, mëkatarët dhe gjunaçarët e kanë këta për dënimit, ti nuk e numëron veten për atynve, andaj edhe nuk e llogarit të madhe. Me llogarit veten për tynën e llogarit të madhe. Për këtë arsye Kur'ani e përdor çfarë? Përgjithësimin. Edhe ne duhet ta përdorim përgjithësimin. Apo Allahumma dhribul zalimin bil zalimin, o Zot godit zullumçarët me zullumçarët e kështu me radhë. Hadithin e parë që e kanë nxjerr nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, nga Xhabiri radhiyallahu an, thotë se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam thonte në dua, Allahumma aslih li sam'i
wa basari. Në transmetim tjetër, Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Allah, ma përmirëso dhe ma rregullo veshin tem edhe synin tem, dëgjimin tem edhe shikimin tem. Në transmetim tjetër, matti'ni, ma mundso mu kënaq me veshin tem edhe me synin tem, me të pamurit tem edhe me dëgjimin tem. Kjo është e para të nderuar xhamat, në këtë duat pejgamberit alayhi salatu wassalam, cila është mu lut për shëndet të veshit dhe të synit. Por çfarë arsye? Sepse jeta të nderuar xhamat, nëse ja marrim njeriu shqisat, s'ka kuptim. Por nëse njeriu për shembull nuk i ka syt, si ka vesht, si ka ndjenjat, shqisat, atër jeta për të është një kot. Po para më një njeri për shembull ka ardhur këtë dunja, ka lind, nuk i punojnë vesht, s'nin kur gjo. Edhe supozojna nuk i punojnë edhe syt, nuk shef kur gjo. Edhe supozojna o me mec, s'un fol kur gjo. Edhe supozojmë i paralizum së në hec. Edhe supozojmë që nuk i punojnë as durt. Apo ama i gjallë. A ki i gjallë a i dekt? O i vdekt. Nuk she, nuk dëgjon, nuk flet, nuk hec, nuk i punojnë durt. Çfarë? Vetëm i dërgohet ushimi, sikur që ka shpesha njerëzi të sot janë të vdekt. Domethënë, klinikisht vetëm ka mbet me i dal shpirti. Andaj shiko pejgamberi alayhis salam çfarë dua ka bë. Allahumma matti'ni bi sam'i. O Allah, ma mundso ti që ma ke dhanë veshin, ama ta përdori për të mirën teme. Se ka mundsi njëri e ka dëgjimin, po se përdor për të mirën e vet. Ngon muzikë, ngon kot, ngon gjëra të kota. Ai veshin e ka, një thotë alhamdulillah, ma ka dhënë Zoti veshin. Po ta ka dhënë për çka e përdor. Allah ta ka dhënë sinin. Apo alhamdulillah ti ka dhënë sit, po për çka i përdor këtë sit? Apo sa njeriu ti shkon jeta e sit e vet haram i përdor. E si përdor halal. Po këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, Allahumma matti'ni, transmetim aslihli. O Allah, ma rregullo dhe ma mundso të kënaqshna me veshin tim. E çish kënaqet njëri me veshin e vet? Kur dëgjon atë çka i takon me dëgjue. Kur i dëgjon atë çka i takon me dëgjue. Fjalët e mira, fjalët e Zotit, fjalët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, fjalët e familjarëve të mira, jo të këqija, të mira të pyetëne, fjalët e dostave, fjalët pozitive, fjalët nasihat, fjalët ligjërat e kështu me radhë. Apo e dëgjon atë çka është dobishme, çka tha alayhis salatu wassalam, matti'ni, ma mundso të kënaqshna me veshin tim. Pra këto janë dy vlera të ndëruar xhamat. Vlera e vet dëgjimit, edhe tjetra e shfrytëzimit këtij dëgjimi në hajrate. Sepse ka mundësi dikush e ka, po nuk e shfrytëzon për të mirën e vet. Dhe e dyta, basari. Ka thënë o Allah, ma mundso shikimin tim ta përdori ku duhet. Ma mundso, ka thënë, mu kënaq me shikimin tim. Pse mu kënaq me shikimin tim? Se ka mundësi e ki shikimin, por nuk e përdor ku duhet. Ai që ka shikon haram, ai nuk ka të kënaq me shikimin e vet, edhe pse i duket. Ai thotë jam të kënaq, ama nuk është të kënaq, sepse kreta ajo ka më shndruar në azab. Kur ti shikon atë çka s'takon, a keni pa ndërgjegje e pastër çka bën? Kur e sheh për shembull dikant çka s'do të më pa, pastaj pendohet. Se thotë që kjo s'ka për mua. Sa është për mua kjo më pa. Apo andaj shiko, Allahu xhelal i ka dhënë neve këto shqisa, por duhet ta lutim ti përdorim për të mira. Sikur që edhe jeta komplet, Zoti na e ka dhënë dhuratë. Por dhuratën mundesh me e përdor dhe mundesh me keq përdor. Ne lutim Zotin e Madh që Allahu jetën tonë na mundson që ta përdorim në dunja me vepra të mira e në ahiret të shpërblyejmë me xhenet. Po këtë arsye, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, o Allah, ma rregullo dëgjimin tim, e dyta shikimin tim. Dhe njëra prej vlerave më të mëdha pas besimit, imanit Allahu subhanahu wa taala, prej fizikës së njeriu, cilat janë veshi dhe syri. Veshi dhe syri. Gjë që ne nuk i vënojmë shumë konsiderat. Se e kemi për ditë. Dhe njeriu pak kur ka defekt, ja dekimetin. Shiko pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur nuk i ka harruar synin, veshin, Zoti më ka dhënë. Po e dëgjoj. Mos më kanë veshi që shumë ninti mua. Çeni drejtë. Mos më kanë syni që shisha gjëra. Apo mes dunjas dhe bukurisë së dunjas dhe ty e është veç një perde. Një perde e shikimit. Me hek Allahu gjatë për një moment e ki zi. Apo andaj kjo perde
e madhe e Zotit ma subhanahu wa ta'ala, begati e madhe mes kitë që sa shka e sheti dhe të qenërit zia, veç Allah me ta e këshikimin. Shikoj njërë shka nuk shojnë e shek. Për këtë asyje, du të me bëha dua, o Allah më mundëso këtë shka nga këdhan si begati, ta shfrytëzojna në ibadetin tanë, ta shfrytëzojna në punë të mira dhe jo në punë të liga. Pas e ka thanë pejgamberi alayhi salatu wassalam, waj'alhuma al-warithayn minni. Pas e ka thanë, o Allah, waj'alhuma al-warithayn minni. Dhe më mundëso Allah ka thanë, ti trashëgoj këto. Sa të kam jetë të shfrytëzoj. Sa të kam jetë të shfrytëzoj. Se ka mundësi të ki jetë po si shfrytëzon ato. Ka njeriu për shembull, ka mundësi me pas kapital, apo edhe mbledh, sikur që mbledhin njerëzit pasanikën, mbledhin parë, mbledh. Ta njëjta shkon të mbledh, palo ka qetran, palo merr, kit më ndikon te palumja, ti paloja. Në rregull i palon. Tamam ta çelemi për dorë, shkon. Çka është kjo? Se ka bëu Allahu shfrytëzues të pasurisë së vet. Ka mundësi ti e ki shikimin, edhe dëgjimin, po se ki shfrytëzuar ç'ish duhet. E ki dorën, se ki shfrytëzuar ç'ish duhet. I ki kam, se ki shfrytëzuar. Ai shka si shfrytëzon kam të veta për xhami, a që ka shfrytëzuar kam? Po çka i ka ndoshta ti kam në njëri që s'ka në xhami, ç'e duan kam? Çka i duan në njëri vesh që se ngon Kur'anin? Se dëgjon hadithin. Ç'e duan vesh Allah ti? Çka duhet ti sini kur ti nuk shem me to halal? Çka duhet sini? Çka duhet goja nëse s'ha halal, se haram? Çka duhet goja? Nuk duhet kur gjao. A ti pse nuk duhet? Sa ka më bë azab për ti. Ti sebeb që asaj ki mu dënua, sebeb që aty në shikime dhe dëgjimeve haram ki mu dënua. Pa këtë asyri që ka thënë alayhi salatu wassalam, waj'al huma al-waritha minni, dhe mi bëll ti trashëgoj, ti shfrytëzoj gjithmonë sa të jam unë këtu, me këto si ma mundësot deri në momentin e fundit ti shfrytëzoj për mirë ato. Pa këtë asyri të ndërum gjëmat, mes begatis dhe shfrytëzimit begatis ka tallim, ti ka mundësi e ki parun, apo, po s'dvan dobi, apo, por qemull, sa njeri ju, por qemull, ka arrit ndryshimin e sistemeve dhe janë ndryshu monedat. Apo, para se marrë euroja, kanë pas markin Gjerman. Apo, edhe për njëherë, kush i ka këthi, dhe sa njeri ju ti kanë bet. A i letrat i ka, s'kanë vlerat do. A i letrat i ka, po vlerën nuk e ka. Andaj që ka dhane i sallat e sallam, o Allah, këto si që ka mi ke dhanë, dhe këto vesha mi ke dhanë, o gjall huma alwari dhe minni, mi bëjti të rashikoj, le t'jen të mija gjithmonë, le t'i shfrytëzoj gjithmonë, tamam sa kam jetë, t'i shfrytëzoj ato. Në këtë dunja me veprat mira, e në akhirat, por me shfrytëzuj shpërblimin. O i dhasit të ndërum gjëmat, momentin e parë, që e shojnë banorët e xhenemit, apo njerëzimi, para se minta, veç kër e shojnë xhenemin, kjo anë dënim. Që shkanë artë transmetime, se veç kër e shemë me lekul mautin, ajo dënim. Kur t'ja dëgjoj e zanë, ajo dënim. Nëse nuk i vjen me të mira, Allah na mundsot me në dërgue me lek të mirë, ja Rabbal Alamin. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam e bante këtë dua. Pastaj çfarë ka thënë? Ka thënë wansurni ala man zalamani. Dhe ka thënë, o Allah, më ndihmo mua kundër atij i cili më ka bëu zullum. Më ndihmo mua kundër atij i cili më ka bëu zullum. Pra, nuk ka kallzu kush. Ai që më ka bëu zullum, o Zot ka thënë nimam kundër atina. Dhe pejgamberi sa gjithmonë e ka shpjeguar këtë përgjithsim. S'ka thonë pi filanit, s'ka thonë o Allah filanin, jo, ka thonë wansurni ala man zalamani, o Allah ai që kam ka bëu zullum, nimom ti mua kundër atina. Dhe kjo është argument se lejohet njeriu të bën dua kundër atij i cili ka bëu zullum. Apo, po na shpeshherë e ngatrojmë një gjë. Ne gjithmonë jemi në pozicionin e atij i cili na ka bëu zullum. Dhe njeriu është i tillë. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Thotë Allahu xhela xhelalu, dhe njeriu mas shumë ti din me bë polemik. Çfarë polemik e bën? Unë jam thot drejt. Mu më ka bëu zullum, Mu më ka bëu zullum. Vetë çdo njeri, a e keni pa njëri kur fillon mu ankua? Këtë bota i ka bëu keq. Kur thot filani, alani, që s'ma dhan, ma vanun, s'po mbajnë, çka i bie kjo me fjalë të tjera? Unë jam më i miri në botë, këtë botë janë të këqij. Që kjo, ma beti. Po kishta së në thotë që shtu se shumë marra me thonë kështu, qka ban që shumë bajnë të puna, që mboj zullum, të shpia mboj zullum, edha që mboj zullum. O vla, me fjallë të tjera, qka i ve o vla? Me fjallë të tjera ti e me lasë, që a kitë janë shetan u kri, apo? Po së që ashtu? Po nuk ka që ashtu se ti i për drejt. E ti ban zullum, e ti ban gjuna, e ti ban mëkat.
Apo, andaj çka tha pejgamberi alayhis salam, "Wansurni ala man zalamani", dhe më ndihmo kundër veç atij që kam ka po zullum, jo ke. Se s'm kam bëu këtë zullum. S'të kam bëu këtë dunja e zullum. A ki po disa njerëz e morin pozicionin thot, "Unë jam i miri, këtë dunjaja më ka dalë karshi." Jo, veç pak duhet me ndryshu ti mendsinë dhe këtë rregull jemi. Se dunjaja as nuk mirret me tije. As nuk mirret me tije. As ka njerëz që nuk e dinë që je gjallë. Hiç nuk e dinë që je gjallë. Hiç nuk e dinë që ti ekziston. E ti mendon që ata merren me ty. Jo, nga syje shkarkoje veten, mos e ngarkon deri këtë nivel, a ndodh që me të bëj zullum ndodh. A ndodh që ti mi bëj zullum dikujt, ndodh edhe kjo. Për këtë arsye besimtari duhet me kanë shumë i vetëdijshëm. Mos më mendu që veç kjo janë drejt. Sikur që i ndodh plot për njerëzve. Apo, unë thot jam drejt, këtu janë në gabim. Jo, nuk shkojnë te Allahu subhanahu wa taala, gjërat me çefat e tona, apo shkojnë me drejtsinë e Zotit te bareke wa taala. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Wansurni ala man zalamani", o Allah, më ndihmo kundër atij i cili më ka bëu zullum. Nëse është i vërtetuar zullumi dhe janë të vërtetuara palët, dhe shariati e njeh këtë gjë që cilën e pretendon ti për zullum, atëherë ki drejt me bëu dua. Domethënë dikush ta ka hangër hakin. Dhe ai hak është i vërtetuar me shariat, se është hak, e joti është ajo. Dhe dikush ta ka marrë padrejtisht, edhe ti nuk i as një rrugë për ta nxjerr atë hak, atëherë ty të lejohet mi çudur ka Allahu subhanahu wa taala. O më shpesh neve na ndodh të ndërum xhamat, që plot njerëz thotë, "O xho filani be ban dua kundër mua." Por shembull plot për njerëzve do dhe ajo dua o kot, se srrok ajo. Çish srrok? Sa njerëz për shembull na shkruajnë apo ankohen thotë, "O hoç, nana jeme për ditë mallkon." Ka raste tri të muslimanëve, treja të muslimanëve, i nemin baballarët e vetë, nanat e vetë, e nemin. Pse e nemi tu pse unë pse të nem? Thot Allah i ta thef qafën pse ja nisi mu fal. O e thom vazhdoje ti kafën ismë se s'ban do bëj kur gjao. A ku ki pati Allahin me lut kundër Allahit? A janë mirë disa njerëz? O ki gjali jam u ka dallashit thot. Çfarë ka dallashit thot? A mëna do të më bëj diçka ti, do të më ndrejç. Ku ta shish kja i dallashit ti? Kja i hopti. Ki ban dua te Zoti, o Allah, thaja qafën xhalit tem, pse ka nis bu fal. Do të më thit ti qafën Allah, jo tina. Pse më thit qafën tina? U kam luthot. Do të më bëj dua kundër. Apo, jo të ndërrujë gjëmat. Për këta shtrin kam gjithë ditën. Let neme, let malgoje gjithë ditën. E rreziku i kësaj janë veç me rokat. Veç me rokat. Ai cili ban dua kundër diçkaje e cila ajo në vetvete është e drejtë, ai ka bëu dua kundër vetvetes. Çish mundesh ti me bëu dua kundër dikujt i cili atë punu drejt? Çish mundesh me bëu dua? Çish mundesh me bëu dua ti se dikush atë praktikoni diçka e cila Zoti e ka lip? Çish mundet prindi, nana dhe baba me lut Allahin kundër një vepër që Allah ka thënë unë e kam lip këta. Unë e kam lip këta. Çish ka mundsi? Nëse prindi ti të ngarkon me një punë, prindi jot, baba jot, nana jote, thot sos pas këtë punë. Baba nana ta lipin. Edhe vllavi jot më thonë ki hangër pi babës. Ço ka hangër ai më çoj mua. Jo ti ki hangër thot. Ai ki me pa ku shkon atë shtëpia. Ai ku shkon atë shtëpi? Ai shkon atë shtëpia. Ai më ka çu mua me pa këtë punë. Gjin po disa njerëz thot ti kështu, po mund Zoti më ka thënë mua me vokta ti. Ai nuk ka mundësi mu lut, për këtë arsye ka thot që i khul Islamu te mirë rahimullah, hak i duas është me kon hak. Për këtë arsye për zullumin doa, cila ka thënë me lip njëri mu po pejgamber. A mund njëri për shembull thot ta luti Allahin, kështu mirë, ta luti, mos po mban pejgamber. Jo, kjo zullum s'ban me bë. Nuk ban me bë. Apo, a mund me bë do kështu, o Allah, bëre çapun shkup. Jo, s'bën, se bë. Nuk e bie. Nuk ndrohen ajo që ka në norm edhe e drejt e Zotit në tokë. Për këtë arsye, hak i doa cila mu vërtetu zullumi. Ato vërtetu zullumi po. E dyta, cila kush ta ka bë? Kush ta ka bë zullum? Apo, a duhet mu konkretizu pala? Edhe pse ti se ban me emën, apo duhet mu dit. Ka mundsi dikush kush të ka bë kur gjë, ti lutesh kundër. Pse po lutesh kundër Allah? Kush të ka bë diçka? Për këtë arsye, të vërtetohet e drejta, të vërtetohet marrja të drejtës pa hak. Dhe kush? Kush? Për këtë arsye, shiko, se ka mundësi për shembull, ka mundësi kafsha me të bëj zullum. E çfarë ti bën nga tash kafshës? Edhe kanë torturon miza. Ata çome hoj ke xhamati, hajde me bëj doa kundër mizës. Pse? S'pelon rahat ke vllavin. Por çfarë bën nga kundër mizës? Për këtë arsye duhet të më vërtetue e drejta, e marrja të drejtës pa hak dhe kush? Kush ta ka bë këtë?
Po këtë arsye duhet të vërtetojmë këto. Andaj wansurni ala man zalamani, më ndihmo kundër atij i cili më ka bërë zullum. Pastaj ka thënë wa arini minhu tha'ri. Ka thënë, dhe o Allah, ma mundso ta shoh çish hakmirësh ndaj ti. Ma mundso ta shoh çish hakmirësh ndaj tina. Në shumicat e rasteve dhe te pejgamberi sa pa përjashtim, sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam nuk kanë bërë dua kundër muslimanëve. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka bërë asnjëherë. Kundër kujt ka bërë pejgamberi sa dua? Kundër pabesimtarëve, jo vetëm zullum që i kanë bërë konkret. Andaj ka thënë, ma mundësot ta shoh hakmarrjen time, marrën e hakit tem, çish kemë morë zot. Pse? Se kjo ma kënaq sinin. Apo ma shfryn mllefin, se ti zullumit ta mush gjoksin me rëndes. Ti ngarkohesh kur dikush bën zullum. E kur ti kthehet e drejta dhe ti merret zullumçarit ajo çka ai ka shkel, padrejtisht çfarë? Ti lirohesh. Dhe në momentin që ti lirohesh, kjo të kënaqsh. Po këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa arini minhu tha'ri, dhe ma mundësot ta shoh çish jam el hakin. Allah na mundsoft që ata zullumçar që vrasin fëmijë e pleq, Allah na mundsoft që ta shohim çish jam Allah hakin e vet. Allahu zullumçar do me vetë të shpartallon. Sidomos ata të cilët mundohen botës me ashti fitilin, e me e djeg dunjajën, e me ndez lufta pa ndal vetëm për t'i plotësuar çejfët e veta. Allah na mundsoft që muslimanët t'i kthen në vendin e vet, në hakin e vet, në të drejtën e vet, në krenarinë e vet.